Ka përfunduar ëndra kuqezi për kombëtaren shqiptare. Djemtë e drejtuar nga Silvinjo mposhtën 2-1 përballë Polonisë në gjysmëfinalet e fazës play-off në Varshavë, edhe pse kaluan të parët në avantazh me antar Bërhoxhës. Në pjesën e parë të lojës, kuqezint nuk arritën të ruajnë rezultatin pasi polakët do të përmbysnin gjithçka në fraksionin e dytë. Pak para se polakët të barazonin me anë të Lewandowski, Shqipëria do të humbiste 2 raste të arta për të mbyllur ndeshjen, fillimisht me anë të Laçit e më pas të Pilos. Dy futbollistët kuqezish përdoruan në mënyrë amatoreske 2 raste të pastra për të shënuar, ndërsa Polonia do të reagonte me golin e dytë me anë të Zielenskit, I cili me një gjuajtje potente nga jashtë zone nuk I dha asnjë mundësi Strakoshës për të reaguar. Në fazën finale Polonia do të përballet me Suedinë, e cila ka fituar 1-3 përballë Ukrainës. Kombëtarja e Shqipërisë Zoli Eshgënyer dhe me më shumë pengje nga ndeshja, ishte shumë pranë botrorit, por shpërdoroi një mundësi që vjen shumë rrallë, dhe këtë e di mirë trajneri Silvinjo. Del gioco che abbiamo fatto no, sono Jemi shumë të trishtuar. Jam krenar për lojtarët që luajtën si të barabartë me Poloninë. Mund ta mbyllnim ndeshjen edhe me fitore, por ja që I tillë është futbolli. Pilo është lojtar që luan me ritëm, prandaj zodha të aktivizoj. Kur të mungon një sulmues qendre, zodhëm që të luajmë me sulm nga anësorët. Ne zodhëm këtë mënyrë me qëllim që të thyenim mbrojtjen polake, që duhet thënë se është e fortë. Nuk e di se çfarë do të ndodhë në vijim, por ky ishte rrugëtim shumë I mirë si skuadër dhe si vend që arritëm deri pranë ëndrës kombëtare. I pyetur lidhur me të ardhmen e tij nëse do të jetë te kombëtarja, Silvinjo nuk ju përgjigj drejt për drejt. Ai tribloi për të ardhmen duke thënë se shef vetëm nga Valencia, ku kombëtarja do të luajë me Ukrainën. Dhe një herë djemt kanë bërë një rrugëtim të jashtëzakonshëm. Sytë e mi dhe të djemve kuqezin janë nga Valencia, ku do të luajmë me Ukrainën. Ndryshe nga Shqipëria, Kosova bëri historinë duke treguar edhe një herë se është një kombëtare prestigjioze edhe pse e re. Dardanët janë kualifikuar për në finalen e madhe të play-off, ku do të përballen me Turqinë dhe njëra prej tyre do të shkojë në finalet e Kupës së Botës që zhvillohen në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Dardanët fituan me përmbysje përballë Slovakisë, ishin vendasit ata të cilët e mbyllën në avantazh pjesën e parë, duke shënuar 2 herë me anë të Valiant dhe Haraslin, ndërsa Dardanët do të barazonin përkohësisht me anë të Hoxhës, por me nisjen e pjesës së dytë do të fillonte vallja kosovare në mes të Slovakisë. Fisnik Aslani do të shënonte menjëherë sapo nis pjesa e dytë. Muslia dhe Hajrizi do të shënonin golat e tretë dhe të katërt, ndërsa vendasit do të shënonin golin e tretë në minutën e fundit me anë të Strelek.